një sinkron kur ama të quan ty jetim e bukur është fakt sepse një lloj jetimi nga ajo parti që e kryesore për shumë vite dhe është pak si afërt një të vërtete. Shohim kush do jetë rikrijimi jot në vitet në vazhdim. Të lutem pak 4. Për vete je jetim fare, ti ikën gjithë, madje në fakt ikën ata apo ikën ti. Duket se të nxorën ata nga shtëpia aty në rrugë të madhe, tek pull, po ti aha, buza vesh në vesh, flokët pik, njësoj si kur fitoje me mua. E më thua mua ku i ke shokët. Pësoja shtëpia madhe lull, një bie mira ngrihen, prit sa do ngrihen 11 maj. Po Euroatlantikve atyre si do i shkoj puna, thuj. Ajde artist, forca aty me Euroatlantikët. Me gjithë fjalët të hidhura janë të mbështjella me letër çokoladë duken. Ky është problemi kryesor, domethënë premtimi i Edi Ramës është fakt dhe kërcënimi i Edi Ramës kur thotë që një bie mira ngrihen. Do thotë akoma pa ju përgjigjur pyetjes ku i ke shokët, dhe pastaj pyetja pasardhëse, se unë kam paralajmëruar, nuk po i bëj kurth, është pse i ke shokët aty, ky i përgjigjet me një bie mira ngrihen. Dhe në fakt këtë ka bërë për 12 vjet. Për çdo të korruptuar, për çdo hajdut që është kapur me presh në duar, ka sjell të tjerë. Sigurisht me këtë ky provohet që është arkitekti i sistemit. Pra ndryshe dy opsione ka, siç ja kam thënë. Me gjithë ta shok në burg, jo 1, as 2, as 3, as 4, as 6, as 10. Po të paktën 111 që i liroj me votat e atij që i thot sot bufi kënetës, para një viti e disa muajsh, i bie që ky është o më buf se bufi, me gjithë ta shok që vjedhin nga brapa, u kapën gjithë ta shok duke vjedhur. O është më buf se bufi, ose si që pranon vetë, ky është arkitekti këtij sistemi, e ka pranuar tani, ka thënë një bie mira ngrihen, pra më kap një hajdut, po do sjell hajdut të tjerë. Dhe ky është problemi. Prandaj me 11 maj është shumë e rëndësishme që ne t'japim fund kësaj makinerie që prodhon ministra të korruptuar, drejtor, zëvendës ministra të kapur me preshënduar, krye bashkiak hajdut, deputet me probleme të rënda kriminale. Pra t'japim fund një sistemi të ngritur me autorësi të plot nga zoti Rama,